Ambasada ruse ka deklaruar se Rusia nuk ka lidhje me dronët që fluturojnë pranë aeroporteve belge dhe bazave ushtarake dhe nuk ka arsye dhe as interes për të lëshuar dronë të tillë. Rusia nuk ka asnjë lidhje me dronët në hapësirën ajrore belge. Ne nuk kemi asnjë arsye apo interes për të lëshuar ndonjë, tha misioni diplomatik. Deklarata theksonte se vetmja rrugë e duhur veprimi në raste të tilla nuk duhet të përfshijë nxitjen e tensioneve ose diplomacinë me megafon, por vendosjen e kontakteve dhe bashkëpunimit midis agjencive përkatëse, gjë që sipas tyre Moska është e gatshme ta bëjë. Pala ruse ka shprehur vazhdimisht qëndrimin e saj për këtë çështje, përfshirë edhe pas akuzave të pabaza për incidentin me dronin në Poloni. Dëshirojmë t'ju kujtojmë se në atë kohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes, pavarësisht mungesës së ndonjë prove për fajin ton, ofroi të zhvillonte konsultime përkatëse me kolegët tan polak. Megjithatë, kjo iniciativë konstruktive u injorua, shtoi ambasada ruse në Bruksel, duke komentuar mbi raportet në median belge që citojnë burime anonime që sugjerojnë se Rusia mund të jetë e përfshirë në fluturimet e dronëve të paidentifikuar në Belgjik. Ambasada tha nuk ka asnjë akuzë zyrtare. Qeveria belge nuk ka bërë asnjë akuzë të drejtpërdrejtë kundër Rusisë. Këto janë vetëm supozime shumë të mundshme nga ana e tyre, tha ai. Të tre aeroportet e Belgjikës në Bruksel, Liège dhe Charleroi u mbyllën për rreth 2 orë në mbrëmjen e 4 nëntorit, pasi vunë re objekte të paidentifikuara mbi hapësirën e tyre ajrore. Sipas ministrit belg të mbrojtjes, Theo Franken, dronë të paidentifikuar u vunë re mbi bazën ajrore Florenës, ku janë të stacionuar avionët luftarak F-35 të SBA-s, të dorëzuar së fundmi, dhe Kleine Brogel, e cila ruan armët bërthamore taktike amerikane. Në mbrëmjen e 5 nëntorit dolën raportimet e reja për dronë mbi baza ushtarake.